Ish zëvendës kryeministri I parë I North Macedonia, Artan Grubi, u arrestua sot në pikën kufitare Bllaz, pasi ndaj tij ishte aktive masa arresto me kërkesë të prokurorisë themelore publike në Shkup. Grubi dyshohet për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në kuadër të hetimeve që lidhen me lotaria shtetërore në Maqedonisë së Veriut. Sipas autoriteteve, gjatë vitit 2023 dyshohet se janë shkaktuar dëme mbi 8 milion euro në buxhet përmes veprimeve të palishme. Në mesin e të dyshuarve për rastin përmenden edhe ish kryeministri Dimitar Kovacevski dhe disa ish zyrtar të tjerë. Ministri I Brendshëm, Pançe Toshkovski, ka konfirmuar se kallëzimi penal është dorëzuar në prokurori. Ndërkohë, kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se Grubi ishte larguar më herët drejt Kosovës. Grubi I ka mohuar akuzat, duke thënë se nuk ishte arratisur, por ndodhej jashtë vendit për vizitë private.